Miqtë të Stopit, përshëndetje. Denoncimi i radhës na vjen nga një shtetase nga Ukraina, e cila ka vendosur të jetojë e të punojë në Shqipëri, por nuk e dinte se kjo zgjedhje do e trondiste një ditë, ditën kur do të dhunohej nga ish-punëdhënësi i saj. Përshëndetje, jam një qytetare nga Ukraina që ka marrë në Shqipëri në 2024, e që në 12 shtator kam vazhdu punë në lokal që është në Durrës. Sa kohë ke punuar në këtë lokal? Gati një vit e ca. Që e siguruar ti? Jo, aji s'deshe me bo sigurim neve. Ka fillim kine ra dakord me 700 euro, mujti pare na im ka pagu, pastaj nuk pagon të fare, jo sot 100, jo nesër 200, edhe më ka ullë prap kjo 500 euro. Unë kam punu si banakire, kamarere, pastruse, krejt gjonët i kam bo, edhe guzhinë, faktikisht se kjo apë edhe guzhinë aji. I ka i tash në shtator po largohem, në shtator, 3 shtator vajta në Itali, u ktheva tani prap në tetor, edhe kalova rrugën këtu, ke rruga lokalet. A im ka vazhdu të folë, faktikisht unë ndadova të përshëndes dy shok, këta është sa ule ke karike, dole i nga magazina ga ishe, ish prenare, po. Edhe më tha, afroj qik, unë afrove, ta shuqër do të mjepë leku kjo. Kishe ndonjë pagë të papaguar? Po, 450 euro, sepse 250 unë i kam marrë, kur i ka një Itali. Edhe i ka vazhdu, jo tim kem borç 380 lirë, për që arsyet ka më borgjën të im falë. Qua i ka vazhdu të mbërtit mu brenda lokalit, unë i tash më së mbërtit si ke njerëz, edhe shtur para njerëzve, dhe jashtë të falasëm të mamë. Ku arrita, unë nëzoro telefoni, edhe arrita të i tregu mesajet, ku bjetë arsyeva legve. Veç në atë momenti, më gjujtje i buf. Gjuajti si, me qëfar? Me shpullën, unë shtriva në tokë fare. Telefoni im ka fluturu nga dora, edhe nuk e gjitha mo telefoni. Me gjyte me shpull, pastaj unë isha të ngrejt në kom, me tërhiq për flokët, të zvarë këshu për flokët më kapi. Edhe majtë shumë më shtrëngovë, të më binte, me shpullet, sa me shpi, pastaj nuk në kapi mo me suratin, se unë po u largovsha. Më ka gjyt ka që i forës, më ka ra edhe gjuni, edhe dorën ku blokova, se nuk deshe me ra kokën unë. Nuk e di kur shkallam në policinë, edhe i kim atje neve. Në komisariat? Po, e morëm edhe isë shprenare, ikim në komisariat. Ate i kapën e qove, nuk e di ku e qove. Mu më ka marrë këto që keni letrat të ndorë, së mos disi... Bërë kalzim? Verbale, okej. Edhe mas 2-3 orë dole jashtë. Mas me e ka dalë edhe i. Kur ka ndodhur ngjarja, në cilën datë? 16 tetor. Nga Prokuroria e Durrësit është dhënë vendimi për kryerjen e ekspertimit mjekoligjor, që do të bëhet nga mjeku Anton Samarxhi. Ke shkuar të mjeku? Kam shku nesë, ditën 17, ato nuk më tha, kam prejtur ati nga 2-3 orë, po. Jo do vi me vonë, jo nuk shktu, jo shkë prokurori, okej, tash kur mund vi, si kalo dita, edhe që punë bona i, mas bona si gjë pastaj. Dhe ke vazhduar sërish ditën në vazhdim? Po, edhe nuk e gjeta mo, as telefone nuk e hapa si gjë. Prandaj e drejtuar emisionit Stop, apo jo? Po, se ndryshme s'ka ligj këtu, unë ligj këtu nuk e shef, nuk e kuptoj. Ligjit shqiptar, se gjysh një femër para njerëzve, po moralin tim ku ka qua i, në kosh plerve fare, kush jam unë, njëri që kam punu si kafsh atje. Po kërkon nga emisioni Stop, ta ndhëdhë një rrug të mamë këte, se nuk do t'jem unë i para, edhe e funit, kamarere punëtore, që edhe punon, edhe në fund fare kërkoj leku në asaj që ka punu me djerës, edhe tratim këshu nuk e meritojnë neve. Prej 7 ditësh, qytetarja nuk e ka gjetur ekspertin mjekoligjor në vendin e punës, edhe pse ky i fundit ka dijeni dhe duhet ishte në gatishmëri për rastin. Megjithatë, edhe pas 7 ditësh, shkojmë e kërkojmë sërish. Kemi pas për da datë sot më po s'ke qenë. Po ka gjitha të vera e vota, po s'ke qenë. Ka gjithë datë 17, 18. Unë punoj në Durrës, Çapaj, Rrogëzhin, Tiranë. Po mirë, tani si t'ja marrë shenja atje, se dhe i ka një u shenjat. Unë çfarë do të bëj? Po person që është kavajnë ose në Tiranë. Dhe vetëm një mjek ka Durrësi? Jo një vetëm Durrësi, dhe një edhe Kavaja, dhe një edhe Rrogëzhina, edhe janë 7 gjithë Shqipërinë në Tiranë. Në këtë moment që flasim Kristina, çfarë të do? Gjeni më shumë vjen nga ana në dorë, unë atë momenti që kam për atë, sepse unë atë gjë që nuk e kam parë, nuk mund të them dot që Po ta kishim bërë që në datën 17 me këtu do ishe shenjat të dukshme, do ishe më ndryshe raporti. Okej, dhe unë po të them që nuk ka qenë, nuk ekziston. A jemi datë 24 sot? Po. Shumë bukur, me ato që kam datë 24. Unë atë datë, mua më kam takuar, do të po themi të shkosh, të shikoj një Kristina tjetër.
Atëherë, të gjitha ato që më thekë, po të shkojnë dhe dikti për tjetë provurisë me shprej. Ti qonë do më thënë tani vetëm këto që pesot. To e kam për detyrë ligjore të liqojnë atyre. Po. Problemi tjetër që ndron te kamerat e sigurisë, të cilat nëse kanë qenë aktive, kanë filmuar të gjithë ngjarjen. Por pyetja që shtrohet është, ai ka marrë oficeri këto kamera? Unë dhe shëpy vesh një gjo, se vajta tjetë nuk të gjeta. Sono al giorno di riposo, Kur do këthesh? bas 10 giorni. Mas 10 gjorni. Vesh një pyetje kam dhe kaq. Arsye ishte telekamrat i kene marrë ju o jo? Ja kam lënë të nesër me oficerit policisë që ka qenë i zonës. Mirë pafshim. Duke qenë se oficeri është me leje, shprehet se ja ka kaluar përgjegjësinë shefit të zonës, të cilit ne e takuam, por me sa duket versionet e dy punonjësve të policisë nuk përputhen. Endri Dushim tha se ka lani porosit për telekamrat të lokalit në Knetës. Si isha... Ku je ti? Unë jam ku këtu jeti? në Knet. Qa vendi? Shpi. Po ku e ke shpinë, mëj? Po si të shpegoj ku kanë shpi, afër të lokalit i kam. Të cili lokal, mëj, se di unë lokalin ku e ke ti? Ke qapaqullat në Knet, me kamrat nga lokalin të... Po, pra, po kamerat e lokalin, po unë nuk e di se ku e ke lokalin ti. Nuk është lokali im, më kanë qenë punëtore edhe më ka dënuar prenare, më ka raf prenare. Po ti unë ku e ke lokalin ti, me? Endri Dushi s'u ka thënë gjë, mu u fola me Endri. Se kam thënë gjë, as nuk më se kam dhënë. Por ka mu Endri në telefon, se la shëndon shefi të zonës, Po? ka hapë telefonat. Ka Endri ata i merr inspektori Grileve. Megjithatë ato bisedoj me Endrin edhe çdo po Endri do të thënë.